Unë jam Gabriel Rakaj, aktivist i Lëvizjes Bashk, tashmë edhe kandidat për qarkun e Shkodrës. Fillimisht duhet prezantoj shkurtimisht veten dhe t'jap një histori të shkurtër se si jam bën aktivist, që në këtë mënyrë që shërbej edhe tjerëve se si munden mu aktivizu dhe me lanë pas ato pluhnin edhe mos aktivizimit dhe të bëhen njerëz që janë të angazhuar në shoqërinë tonë. Kur unë jam afruar për herë të parë me Lëvizjen Bashk, në atë kohë organizata politike, isha thjesht një student shumë i ndrojtur, i turpshëm, deri diku asocial, që kisha vështirësi në komunikim me njerëzit, por ndryshova me kalimin e kohës. U afrova, u bana antar, aktivist, dhe dy ishin shkaqe që shkaktuan këtë ndryshim të unë. E para ishte guximi i shokëve dhe shoqeve të Lëvizjes Bashk, që me guxim edhe pa u trajm asnjëherë, turreshin betejave dhe padrejtësive, kudo që ato e shifnin. Miqësia dhe shoqënia me ta është një në gjërat për cilat unë jam më krenar. E dyta është një e kuptuar e thellë. E gjendjes vendit tonë. Situata në vendin tonë, shoqërinë tonë sigurisht është e mjerueshme, do të thosha. Oligarkia nga një anë që ka kap ekonominë, nëpërmjet ekonomisë ka kap edhe politikën. Politika është thellësisht e korruptuar, çdo sferë e jetës tonë lëngon. Por nga ana tjetër kuptova me kalimin e kohës se kjo gjendje nuk është e pakthyeshme, nuk është e përfundimtare. Se ka shpresë, dhe shpresa jena vetë na faktikisht. Me rezistencën tonë, me organizimin tonë, me luftën tonë, na mund ta ndryshojmë këtë gjendje. Dhe ishte kjo e kuptuar që mbani mua me vazhdu, që më dha vendosmërinë mu bë pjesë e Lëvizjes Bashk dhe më ardh deri këtu ku jam sot. Bravo! Kjo është historia jeme shkurtimisht se si u bana pjesë e kësaj lëvizje, po fundja unë jam vetëm një individ. Që ky ndryshim të ndodhin duhet mira njerëz. Duhet që një masë e madhe e popullit tonë të angazhohet, ta kalojnë këtë proces ndërgjegjësimit edhe të aktivizohen në shoqërinë tonë. Vetëm bashkë ne mund të arrijmë diçka. Sigurisht nuk mjafton vetëm vullneti i mirë, po duhen idetë e mira, parimet e drejta, duhet program, duhet vizion. Dhe Lëvizja Bashk, më falni për mungesën e modestisë, po e them pa frikë, është e vetmja parti me vizionin, programin dhe parimet e duhura për me realizu transformimin themelor të shoqërisë tonë. Prandaj unë shtoj këto pranishëm këtu po edhe ma gjanë, njerëz tonë të afërm tonë, shoqëni, kushdo që na ndin, që do të na ndin vijim, që të bëhen pjesë e kësaj lëvizje dhe pjesë e këtij ndryshimi. Na ka qëndësi i vejmë kësaj pjesës angazhimit njerëzve, sa kena edhe një kapitull të veçantë, një ndër 4 kapitujt e programit që ka të bëjnë pikërisht me angazhimin qytetar, me referendumet, me ligjet projektit që mund të propozojnë njerëzit dhe me radhë. Por angazhimi i njerëzve është thelbësor. Programin tonë është një plan i gjatë, i mirëmenduar, 170 faqe, sigurisht mund ta gjeni, mund ta lexoni. Është një bazë jo vetëm për një mandat, po për shumë më gjatë, sepse synon një transformim shumë më të madh të vendit dhe të shoqërisë tonë. Dhe unë besoj se me njerëzit që kena dhe që na bashkohen vazhdimisht, me idetë që kena, me programin tonë, ne mund t'ja dalim. Ky është vizioni jon, këta jena na, bashkë mund t'ja dalim.